gjithë kemi ëndërruar të flasim me VIP-at, po të jemi realist, ata nuk japin mesazhet ose shohin dhe bëjnë sikur nuk e kanë parë. Por mos u shqetësoni, sot kam një plan genial. Do të përdor inteligjencën artificiale për të krijuar një version digital të disa prej VIP-ave më të njohur shqiptar dhe do të bisedojmë me ta. Po, sikur të ishin të vërtet. Qëndroni deri në fund për ta parë, sepse kjo video do jetë më e çuditshme se ç'e mendoni. Artisti parë, Noisy. Mos harroni të bëni subscribe, vetëm një klik aty poshtë, klikoj edhe zilën për të marrë gjitha njoftimet e kanalit tim. Prandaj nëse doni të shikoni më shumë video që sharake në YouTube-in shqiptar, bëni subscribe. Vazhdojmë me videon. Jo Noisy, ç'kemi vëlla? Unë jam Noisy, rruga Ferrari Bugatti. E di që e Noisy, nuk më duhet një CV. Më thuaj, sa shanse kam që të bëhem pjesë e OTR? Ti nuk që Ferrari, nuk që Bugatti, nuk që rruga, zero shanse. Okej, po unë jam bicikleta, të paktën kjo vlen diçka apo jo? Bicikleta është rruga, mirë se vjen në OTR. Okej, besoj se tani jam pjesë e OTR-it. Artisti dytë, Ledri Vula. This video is made for entertainment purpose only. Yo Ledri, what's up? Hajde të pime kafe. Okej, një intro klasike. Po nëse nuk dua kafe. Atëherë pime çaj. Okej, një çaj? Nuk më pihet as çaj as kafe, them drejtën. Por a ke pitur ndonjëherë nëse kafeja po të piti? Okej, ma është që truni fare tash. Më mirë po marr një macchiato. Nuk e zgjedh ti macchiato, macchiato zgjedh ti. Artisti tretë, Moziku. Jo, Mozik, si po decën jeta? Si një kangur në mes të një shiu me kershi. Si e kangur mes një shiu me qershi? Çfarë do thot kjo? Tjetë shynë e gjo mua vela. Pyet shiun jo mua vlla. Okej, jam totalisht i humbur. Po si e Mozik, si po ja kalon? Mirë? Aha, mirë por jo perfekt si reti një treke ndëshi. Okej, Moziku ka vendosur të jetë shumë filozof për këtë video. Artisti katërt, Don Johnny. Falenderoj për respektin që na respektoni. Stop, make a pose, my drill, Rolls Royce. Don John, një pyetje të shpejtë, okej? Boom. Shakalaka. Jo, si ishte kjo pyetje? A mund të më përgjigjesh thjesht me një fjalë të saktë? Boom. Artisti 5, Capital T. Okej, Kapo. Sa ka investuar në NFT? Faleminderit shok, jemi duke punuar. Besoj albumi do jetë shumë e ndryshme nga projektimi i fundit. Atë kanë sjell fitime? Kapitalisht, shumë kapitalisht besoj. Ky njeri mund të përgjigje vetëm me një fjalë, besoj. Kapitalisht, zakte. Artisti 6, Lyrical Sun. Lyrical Sun, më përshkruaj jetën tënde vetëm me 3 fjalë. Hip hop. Barna. Në rregull, Lyrical, ti thes që jeta jote është hip hop barna. Por çfarë lloj barnash saktësisht? I've been through 10 bars last night, so I might have tried most doors. Që do të thot? Metafora. Po, metafora është metaforë për çfarë? Error Lali. Artisti 7, Gentinho. Si në filmat horror. Gentinho, a është e vërtet se bëm baklava më të mirë se gjitha gjyshet në Shqiptari? Po bro, po i përjetoj për det. Në rregull po, a mund të bësh një baklava tani para syve të mi? Po thash bro s'ka miell. S'ka miell. Po si mund të qesh shef Gentinho nëse nuk mund ta bësh tani live? Qëra po më dufte dhe ti miell, po tash shkojmë në Lidl bashk për miell. Artisti 8, Tajna. Cili është sekreti yt I suksesit? Metmesi mizeri, talenti, pune, palodura, kapela mëshia. Po sikur ta heqësh kapelen me xixa. Përse kapela është zgjidhja për problemet e tua, nëse e shiki me kapele je boss. Fair enough. Artisti 9, MC Kresha. Po du më të pas, face to face në shtrat. My place, my spot. Cila është këshilla jote më e rëndësishme? Këtë kesh libërsh për tjera kohë, po kam librat shumë për mjanish, se kam dhe libra këtë të bëmi forti si madi. Po më vjen ke kësë di të bëj link t'i kete, se unë se kam YouTube kanalin më shumë, se se di t'ja bësh link t'i YouTube. Vllai për promovon kanalin e tij të YouTube-it. Më sugjeron ndonjë libër.
Unë të siguroj librin Një Kelly di Zezakut nga Imadi Ernest Hemingway. Është libri me I bukur se shifet pritesën se njerëzve. Është më humor më pak, vetëm se ka tema të rëndësishme dhe është më pak I vështirë për të kuptuar, vetëm kur kish leksuar, se kur lekshu nuk është ka vështirë të kuptuar, se thjesht është për njerëzit e zezakët. Okej, libri pak I çuditshëm. Okej, të kemi parë në për intervista që mendon se çdo gjë vjen nga gjuha shqipe. Më thuaj mendimin tënd për ilirianët, çfarë mendon për ta? Janë më shumë se të mirë, janë të madhe për historinë në shqiptar, por du marrë të dipalet javës për historinë, jo vetëm të një pale. E ke mendua ndonjëherë nëse janë të drejtë të dipala ose jo? Po shes unë djesh mendoj se dipalët kishin lipur shpresat pafundshme dhe ati do kishe shpreha mendin tim. Se çfarë thotë? Mendon se çdo gjë vjen nga shqipja? Po është e vërtet që jemi të parë njerëzit të jemi etni të veçantë, se nga jemi shqiptarët jemi nga indo-europianet. Kemi histori të kitetrave shqiptare dhe nuk kemi kënë njerëzit të fundës. Kemi histori edhe nga para kohës së lashtë dhe jemi popull me kulturë të lashtë. O zotë kryetar, o kryetar bashkisht. Artistja 10, Baby G. Ti gjithmonë flet për energji në këngët e tua. Ma specifiko pak, çfarë do të thonë energji për ty? Po flash për energjinë e brendshme, kemi të gjithë energji pozitive, këtë në gjithë të ndjekish hapa këtë nevojë tënde të mos të dorizohesh kurrë. Pra, nëse ke shumë energji, a I bën dot 30 jumpy jacks? Tani? Energja ime është energja kundër të cilit nuk mund të këndrosh. Është ajo që të bën të biesh vetvetja, të mos të duhet të rrisin të tjerët, të tonë të duhet të ndihesh ose të jesh, sepse vetëm ti e di se kush je. Thjesht duhet të nxjerrësh jashtë një tur energjinë e brendshme që cila është ati dhe të shtihet e që shper para. Pse flet me aksen grek? Se neve jemi në Greqi edhe nuk e di më mirë, po neve tani që erdhëm bleve ma... E po e shikon që gënjen pra, s'ke fare energji. Mendoj se ti nuk nje fare brendishin asaj këtua. Mendon po të ke kuptoj apo ndëroni mendje? Apo thjesht po jep shkak të jap të drejtën që po të kene të njëjtën situatë, të vesh të njëjtin gjë nga shka e unë. Apo jep shkak për grekë. Artisti 11, po trindi Meri. Po trind, a është e vërtet që gjitha këngët e tua janë për dashuri? Jo dhe po, shumica e këngëve I merren me dashuri, ndoshta 90% e tyre ose më shumë, po disa prej tyre nuk janë. Atëherë nëse është kështu, më gjej një këngë tënde që nuk flet për dashurinë. Okej, për të keni sjellshëm, thoshe që më vjen kek, që të duket si kur aktroj që nuk ka të them, por realisht nuk po aktroj, thjesht nuk kam të them, veç se të lekshë shpëtazet të kendimeve të mia, dhe të njohë se ka mesazi kane dhe nuk janë e vegjël dashuri. Do më thënë, ti I ke gjitha këngët për dashuri? Thjesht vetëm një. Okej, mendo, më gjej një këngë tënde që nuk flet për dashurinë. I think you're being a little bit rude. Artisti 12, Stresi. Vin, njeri vin. A mund ta rrisësh disiplinën tënde dhe mos të përmendesh më fjalën rrugë të paktën për 30 sekonda që do të flasim bashkë? Haha, that's my boy. Prit, kë nuk është stresi. I'm pretty sure if you take any other artist from any country on earth, you can find more than one song, more than 30 seconds of non-related to love lyrics. Ora, nuk po të kritikoj vlla. Writing a language that I don't understand, so I don't know what you are trying to do. If you want to practice a new language, I could recommend an app for you, but you have to pay for it. Artistja 13, Fifi. A është e vërtet që në të gjitha këngët e tua tingëllojnë sikur ti po qan? Është një shaka që bie shpesh për mua. Të njafton të kesh dëgjuar disa nga këngët e mia të kuptosh se jo jetë repertorium im është I trishtuar. Më këndon një këngë të gëzuar pas. Drita është në fund të tunelit. Është një këngë e lumtur dhe me optimiste që kam kënduar. Okej, në rregull, po më këndon një këngë tani. Po pranoj kërkesën tënde me kënaqësi. E prit, në dasmën tënde u bira tap. Seriozisht? Nuk mundem, zemra me thot jo. Artistja 14, Melinda. A është e vërtet që mund të bësh freestyle për gjithçka? Po, është e vërtet, unë mund të bëj freestyle rap të rëkohen.
Për të sfidoj pastaj. Bëj një freestyle për tost me bukë me djathë. Gjati, bë një tost të shpejt me djathë të shtrira. Djatha jone dëshiruara nga të gjithë. Të kukë dhe të bardha, kjo është e vërtet. Këto shtres të pjekura të shtrira, të njëjtë si një peshk. Djathë të shtrira, të msheta dhe të lëmuara në gojë. Artistja fundit, po jo nga vlera, Rina. A është e vërtet se në realitet je 2 metra gjatë? Jo, nuk është e vërtet. Unë nuk jam 2 metra i gjatë, lol. Se po bëja shaka. Më thua një barsolet. No, it was full already. Shpejt du kemi një këngë të re. Okej. Po me kë? Në feature? Po kemi planifikuar një me një artiste shumë të famshme. Okej. Unreleased. Kush? Nuk e zbuloj identitetin e taj për momentin. Me që dua ta zgjas pak videon, atëherë thjesht do t'i marr disa në telefon, do të tallemi për disa minuta. Sa të vej video pak e gjatë, okay? Yes, e dim që kola është bad for teeth. No problem, little boy. I have the time for you. He called me little boy? You called me little boy? I'm just joking, my boy. Calm down. Okej, se mendova, okej. Nëse do smoke. Good boy. He called me good boy? Very good, you too, my good boy. Okej, Kresha, sas, shumë sas. Kur del albumi i ri, edhe sa këngë do ketë? On me, my album dropped today. If you want to listen, and no, I'm not giving you a free link. Today? A mund të bësh një shoutout? Gizi Blizi në YouTube, subscribe, thuaj njerëzve të bëjnë subscribe. I'm already subscribed, bro. I've been subbed for a minute. No, bro. Çfarë? Having a stroke. Say subscribe to Gizi Blizi. Already subscribed to you, bro. Yeah, I'll say subscribe to Gizi Blizzy. You funny ass, bro. You funny ass, bro. Subscribe to Gizi Blizzy, y'all. Hell yeah! Nuk e di çfarë pati më parë. You good, bro? Nah, bro, I'm just trolling. I wish no harm on you, bro. You cool, you funny. Fuck this ass, Gio. Taste you funny. Nah, this song don't get the chopper. So touch and I'm toss. Çfarë kemi mësuar sot? Ja, ishte i frikshëm, po edhe jashtëzakonshëm dhe qesharak. Nëse keni ndonjë ide për VIP-at e tjerë që duhet t'i intervistoj, më shkruani në komente. Mos harroni të bëni subscribe.